Drama pas ndarjes. Leo zhduk çdo gjurmë të Leles. Çfarë fshihet pas kësaj lëvizjeje? Pas ndarjes që ka bërë buj disa muaj më parë, Leonard Gashi duket se ka vendosur të mbyllë përfundimisht një kapitull të rëndësishëm të jetës së tij. Artisti ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një lëvizje të papritur në rrjetet sociale. Ai ka fshirë çdo gjurmë të postimeve të vjetra në Instagram, duke lënë vetëm një material të shkurtër që lidhet me projektin e tij më të ri. Ky veprim ka ngjallur shumë reagime dhe hamendje mes fansave, të cilët mendojnë se projekti mund të jetë frymëzuar nga marrëdhënia e tij e kaluar me Leila Seferin. Për shumë prej tyre, fshirja e postimeve shihet si një mënyrë për të simbolizuar një fillim të ri, si në aspektin personal, ashtu edhe në atë profesional. Ndërkohë, edhe Leila ka bërë ndryshime të dukshme në profilin e saj, duke treguar se po përqendrohet tek vetja dhe po kalon në një fazë transformimi pas ndarjes. Këto veprime kanë bërë që të dy të mbeten në qendër të vëmendjes së mediave dhe ndjekësve në rrjetet sociale. Fansat presin me kurreshtje të shohin se çfarë do të sjellë Leo në projektet e ardhshme, dhe nëse kjo periudhë e re do ta shënojë rikthimin e tij më të fuqishëm deri më tani. Historia e tyre është një kujtesë se, në botën e personazheve publik, çdo lëvizje në internet mund të kthehet në temë të madhe diskutimi, sidomos kur pas saj fshihet një histori dashurie që ka lënë gjurmë. Bëni subscribe në kanalin ton për më të shumë rreth VIP-ave shqiptar.